unë kam prekur dhe kancerin e gjirit të shfaqja ime, edhe prandaj janë edhe pikturat që po krijoj, që se performanca tjetër që do vi vetëm për gruan dhe për kancerin e gjirit, edhe ka ardita që gati asë njëri nuk kam në familje njëri që nuk është i prekur. Fatkeqësisht edhe unë kam pas në familje një njëri, edhe ka humbur dhe jetën fatkeqësisht edhe në moshë të re, edhe kjo ka qenë ajo shtytja më e madhe. Më vjen shumë keq për humbjen dhe uroj shumë që, si që the edhe ti, jo veç ne si grap ndaj njëra tjetrës, po si shoqëri që jemi shumë më prezent dhe të ndihmojmë aty ku ka nevojë të dëgjohet zëri më shumë. Pa diskutime për parësitë e grave që duhet mbështetur më tepër në shoqërinë tonë shqiptare. Keni folur po ashtu, ose përmes arti juaj ka folur edhe për një temë tjetër, tabu si aborti. Diçka që duke thënë tabu nënkuptohet, se nuk, base edhe në raporte shumë të afërta familjare nuk flitet hapur, pra as nëna me të bijen ose me babajin. Absolutisht. Të shqetëson, si e sheh, ka raste, pse ke zgjedhur edhe këtë si temë për ta trajtuar? Mendoj që kjo është tamam ajo që na përket edhe na simbolizon e shqiptarëve. Jemi shumë të mbyllur në këtë drejtim, marrim një vendim kaq të madh pa folur me asnjë njeri. Tamam si që the më herët, as me nëna nuk e ke guximin shkash flasësh dhe për këtë arsye, me një fjalë nëpërmjet artit që t'i jap zë kësaj pjese, prandaj e kam zgjedhur.